Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar sot një takim me përfaqësues të bizneseve në Velipoj, ku e cilësoi zonën si një ndër më të bukurat në Europë dhe theksoi nevojën për zhvillimin e saj me standarde të larta europiane. Përfundimi i kësaj rruge të re është vërtet një moment lehtësimi, sepse me këtë rrugë të re si dhe me segmentet tjera të kësaj natyre që kemi investuar apo po vazhdojmë të investojmë për Shqipëri, i zbulojmë shqiptarëve, por edhe turistëve një pjesës të magjishme Shqipërie që deri dje ishte pak se sushme. Rama tha se nën stacioni elektrik i Velipojës është drejt përfundimit dhe do të hapet në nisje të sezonit turistik. Përmendi gjithashtu edhe projektin në nën stacionit të Shëngjinit dhe bypassin e Shëngjinit. Tjeri i nën stacionit të ri të Velipojës është në përfundim, do të jetë në funksion në fillim sezonit, sepse nevoja për të rritur kapacitetin e furnizimit me energji është shumë e madhe, pasi ngarkesa është bërë shumë e madhe. Projekti për nën stacionin e ri në Shëngjin është gati dhe do të fillojë dhe ai nga ndërtimi. Ashtu si kundër kemi me Fondin Shqiptar të Zhvillimit edhe projektin e fuqizimit të rrjetit në Alpet, që do të preki të gjitha pikat ku tani më ka filluar të qel dhe të lullëzoj si në theth një turizëm me një të ardhme të jashtëzakonshme. Kryesocialisti Edi Rama u ndal edhe tek informaliteti i Airbnb, teksa tha se janë shumë të përhapura, por shtoi se ende nuk përbëjnë një kërcënim për strukturat hoteliere. Shtëpitë me qira ose një dhomë është plot kudo. Tirana është plot dhe janë para ekstra për familjet, të cilat nuk deklarohen askund. Ne kemi qenë të vetëdijshëm për këtë dhe nuk kemi dashur të hymë akoma në këtë pjesë për një arsye të thjeshtë. Se nuk i kemi ne akoma kapacitetet hoteliere të atilla që të mund të fillojmë shtrëngimin në anën tjetër dhe nuk ka, sado që Airbnb-a shumë e përhapur, nuk ka filluar të cënoj hotelet. Dhe pra, faktikisht hotelet mbeten plot në sezon.